akuzohen që e ku majtë në dorë grunë time në momentën e saj të fundit të jetës. Unë isha pozit, ju dona pasagjerë, një më të mbrapa. Edhe, ju dona ato po hajnë ata po hajnë, nuk e di diçka kështu. Edhe, une nga dalsoj që i dur këtë kohë kështu, e nalë makine një që i dur këtë kohë, dhe personi maskuar afrohet të thotë ishte në mes, edhe vjen të dritarja ku ishte direktora u kru. Direktora e hap dritarin, se e hap dritarin në gjys, apo nuk e di sa, dhe unë i kisha paret në gjep, sepse kuljet nuk kumoj kur, s'moj, i kisha paret që i kisha në gjep, edhe telefonin, dhe ato i algon, aje zga dorën edhe i merë ato, telefonin tem, paret, jo, falë, telefonin, jo, paret, edhe telefonin ja hep Lirdona gretin edhe paret, dhe unë Çfarë sasie polla ka qenë? Çfarë shumë? Nëse e di, për nëse jo. Nuk e di, disa qindra euro. Jo më shumë. Jo më shumë, Jo. Unë e kom mendu që grabitja po bëhet për veturë, sepse mu si shtash doli një person përpara, nuk ka qenë parkun automjet e tij apo diçka që unë e po pa që është në makinë, unë e kom mendu që për grabitën vetura. Kjo është edhe arsyeja pse kam dalë prej veturës. Kur kam dalë nga vetura, më ka thonë telefonin, dhe e kom zgjodh dorën një tavan kerrit, dhe më thonë e kam telefonin të kom hapë deri në kerrit të fëmijëve, fëmija ka ngajt, edhe unë kom ngajt pas tyre. Tu me ndu që kur t'jargohë mune ajtë lësho rrugën prej Lirdonës edhe në del e merkeren. Kjo ka qenë mendimim, dhe as vetëm disa sekunda, kom dëgju krismën, mu ka ndohë si 2 krisma në atë moment, dhe kom mendu që është shtënë në drejtim timin, tonin, dhe nuk kom gëzru më këthy mrapa, kom vazhdu me nojt me fëmijë, dhe kur po shoj, do thot pas disa sekonda prap, e kthej kokën mrapa e shoh se nuk është Lirdona askund. Dhe në atë moment vjen një vetura e zezë, ajo që ishte në komë, dhe në atë moment makina vjen në drejtim timin edhe të fëmijëve. Ishte shumë afër për me na godit. Nuk e dija humbi kontrollën apo pse, por ashtu ndodhi edhe vetëm i kam kopë fëmijë, edhe në moment e ka kthy vollonën edhe ka vazhdu drejt, por një shpejtësi të madhe. Dhe në atë moment ka qenë pashtu i maskuar. Nderuar gjykus, unë në atë akuz akuzohem që e ku majtë në dorë grunë time në momentën e saj të fundit të jetës. Unë ju betohem në 2 fëmijë që i kam. Ju betohem që në emër sejnë asë një makinë nuk ka qenë në momentin kër është dronë Lirdona, asë unë asë fëmija. Ju betohem, kjo është vetë një e vërtetë. Ajo që e thëtë prokurorja është shpifje,